particular significance. Po sigurisht që kemi një mesazh për zgjedhësit, për votuesit shqiptar, që dita e sotme është vërtet një ditë shumë e rëndësishme, në veçanti dhe sa i përket zgjedhjeve që po ndodhin për herë të parë pas fillimit të negociatave ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë, negociata serioze këto që po ndodhin, prandaj po, është pra në fakt mesazhi që shqiptarët të dalin të votojnë. Janë rreth 2000 vëzhgues të ndërkombëtar të cilët po monitorojnë procesin zgjedhor të 11 majit. A keni marrë ju zoti ambasador sinjalizime për parregullsi apo shitblerje të votës në të gjithë vendin dhe i keni adresuar ato? Have you addressed these, if any? So, let me say one thing, first of all. I'm not doing electoral observation today. Unë sot nuk po bëj vëzhgim zgjedhor. I'm going around and visiting polling stations, talking to people, getting some first-hand impression of how the process is going. Ajo që po bëj unë sot është që po shkoj në zona të ndryshme dhe në qendra të ndryshme votimi për të parë se si po ecën votimi edhe për të krijuar edhe një ndjesi vetë personalisht duke qenë aty i pranishëm se si po ecin zgjedhjet. But as you said, there's the presence of ODIHR here in Albania with professionals who are doing their work in a very thorough way. Megjithatë, ashtu siç e thatë ju, në fakt misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE ODIHR-it është në Shqipëri, ata kanë vëzhguesit e tyre në të gjithë vendin dhe ata po bëjnë një vëzhgim shumë të thellë të këtyre zgjedhjeve në të gjithë Shqipërinë. They are observing the process, they are recording reports, claims, etc., and all this will feed into the report that ODIHR will make. Që do të thotë që ata po i vëzhgojnë zgjedhjet, po shikojnë se çfarë po ndodh, çfarë do lloj raportimi që u bëret atyre do të analizohet thellësisht dhe pastaj ato do të japin gjetje dhe rekomandimet e tyre. And it will be this report that will guide our assessment of the process. Dhe do të jetë pikërisht ky raport që do të orientojë edhe ata analizë që do t'i bëjmë ne zgjedhjeve në Shqipëri. Zoti Muzato, të paktën nga përfaqësuesja politike e qarkut Partisë Socialiste është cilësuar që gjatë ditës sotme nuk mund konsiderohet një proces i cili ka qenë te etiqet për shkak të disa incidenteve të cilat janë denoncuar edhe nga Partia Socialiste, por ka patur denoncime edhe nga Partia Demokratike. Nga vizitat që ju keni kryer, ekziston diçka e tillë, si paraqitet situata të paktën në qarkun e Fierit ku ju jeni? I've just arrived in Fier, and in any case I would not comment on specific incidents. I came here actually to meet the prosecutor and the special prosecutors who are posted here in Fier. Në fakt unë sapo kam arritur në qarkun e Fierit dhe nuk do të bëj komente për ndonjë incident që mund të ketë ndodhur. Arsyeja sepse erdha në Fier është sepse dëshiroja të takohesha me prokurorinë dhe me prokurorinë e posaçme për të parë pra punën ata që po bëjnë. Because I wanted to see how in practice the special, the memorandum of understanding between the General Prosecutor's Office, the Special Prosecutor's Office and the Central Electoral Committee is working. Kjo për arsye se dëshiroja të shikoja në mënyrë të veçantë se si po ecën zbatimi i marrëveshjes së mirëkuptimit ndërmjet prokurorisë së përgjithshme, SPAK-ut, por edhe KQZ-s. And I was impressed by the very good cooperation, their proactive attitude, so I think that we really can say that these institutions are doing their best to ensure a smooth and accountable electoral process. Që do thotë që në fakt nga takimi prej tyre ndjesia që un kam është që kjo marrëveshje po zbatohet në mënyrën më të mirë të mundshme duke bashkëpunuar së afërmi nga bashkëpunim të afërt të këtyre institucioneve, që do thotë pra që gjëja po ecën ashtu siç duhet. Kam edhe një pyetje. More I cannot say because if there are incidents they will be investigated by the relevant authorities. Sepse nëse ka incidente, atëherë ato do të hetohen nga autoritetet vendase, kështu që do duhet të presim. Me një përgjigje jo diplomatike, por të drejt për drejt për qytetarë shqiptar, përse Silvio Gonzato zgjodhi pikërisht Fierin? Se ka 12 qarqe, mund shkonit për shembull në Sarandë, mund shkonit në Korçë, përse në Fier? Well, first of all, I did not want to confine myself to Tirana. Së pari sepse nuk doja që ne të mbeteshim në Tiranë. I also went to Durrës. Because, as you know, Durrës, there's been allegation, for example, of collusion with criminal networks, so I thought I would also go to Durrës, and I also heard that in Fier there were issues, so I came here also to Fier. Sigurisht që unë isha edhe në Durrës sepse ka patur pra informacione edhe sa u përket bandeve kriminale, kështu që patëm informacione të tjera edhe për në Fier, kështu që vendosa që të vija në Fier. Excuse me, can we let the car go through? Mos ndoshta duhet kalojnë ato mjetet sepse po presin për ne dhe nuk më pëlqen.
Po, besoj, duke qenë se jemi në pyetja e fundit, mund ta përfundoj. Okay, all right. Se ne shqiptarët jemi mirëpritë zoti ambasador, kështu që mund ta përfundoni përgjigjen As tuaj. Albanians, so unless you're done with your answer, you could of course carry on. No, of course, and I'm saying the fact that I come here doesn't mean that, I'm not an investigator. I'm just coming to get an impression, but as I said, there are competent authorities and we have trust in them. Pra fakti që ne jemi këtu nuk do të thotë asgjë sepse janë autoritetet ato që do të hetojnë, por ne kemi ardhur që të shikojmë gjithsesi se cila është situata. So thank you very much Dhe do të jenë for autoritetet coming që here. të hetojnë